Dashi, Marsi sjell ndryshime të dukshme gjatë kësaj dite, por padurimi mund t'ju nxjerrë jashtë rrogës së duhur. Në marrëdhënien në çift, edhe pse keni prioritet të tjera, sigurohuni t'i kushtoni partnerit kohën e duhur. Momentet romantike që do kaloni së bashku do jenë të paharrueshme dhe do forcojnë lidhjen. Ju beqarët pritet të takoni dikë të veçantë në një rreth mish ose aktivitet social. Do ndjeni menjëherë që ai person është i duri për jetën tuaj dhe do sjellë lumturi të madhe. Në punë, një projekt i ri fillon më bukur se sa e kishit imagjinuar. Mundësitë për rritje janë reale. Financat janë në fazë përmirësimi, megjithatë shmanni shpenzimet impulsive për të ruajtur stabilitetin. Demi, Mërkuri ju mbështet jashtëzakonisht sot, duke ju dhënë aftësi për të mbyllur çdo punë me sukses dhe pa haruar asnjë detaj. Në çift do arrini të sqaroni çështjet e mbetura pezull dhe të forconi komunikimin. Toleranca do shpërblej marrëdhënien me harmoni të re. Ju beqarët që doni të gjeni dashurinë, bëhuni më të hapur dhe merrni iniciativa. Takimet e suksesshme shpesh lindin nga guximi për të shprehur ndjenjat. Për të mos mbërthyer konfliktet me kolegët, tregoni tolerancë në mjedisin profesional dhe kërkoni bashkëpunim. Në fushën financiare, hëna ju bën parashikues të mirë. Analizoni buxhetin me kujdes para çdo shpenzimi dhe do shmanni ankthin që ju shkaktonte. Binjakët. Sot çdo gjë varet nga mënyra se si vendosni të veproni. Bujaria e tepruar mund t'ju vërë në disavantazh dhe të lehtësojë keqpërdorimet nga të tjerët. Në marrëdhënien në çift, mos të toleroni tepër atë që merrni. Vendosni kufi të qartë për të shmangur ngarkesën emocionale dhe konfliktet e së nesërmes. Beqarët nuk kanë për të pasur fat të jashtëzakonshëm sot, prandaj mos prisni mrekulli, por jepni më të mirën për çdo mundësi që lind. Në punë, kjo është dita e fundit për të konkretizuar një projekt të dashur. Nëse veproni me vendosmëri, do arrini të realizoni një nga ëndrat tuaja më të mëdha. Financat përmirësohen falë menaxhimit të kujdesshëm dhe përpjekjeve të vazhdueshme. Gaforja. Përgjatë kësaj dite do jeni të përqendruar dhe çdo gjë do ju ecë sipas planit, pa pengesa të mëdha. Në çift, bëni plane të qarta për të ardhmen dhe kushtojini partnerit vëmendje maksimale. Diskutoni projektet e përbashkëta dhe krijoni një hartë veprimi. Beqarët, nëse kërkonin princin e katërt, mos e lini rastin t'ju ikë. Mundësitë janë të shumta, prandaj veproni me vetbesim. Në punë, mbështetni mikun që do nënshkruajë një kontratë të rëndësishme. Lexojeni dokumentin me kujdes dhe bëjini sugjerimet tuaja për të siguruar vendimin më të mirë, pasi nesër ai do jetë aleati juaj më i fortë. Për financat, tregoni tepër të kujdesshëm, sepse situata mund të jetë delikate dhe askush nuk do ju mbështes nëse gaboni. Luani. Në këtë ditë do ndjeni të gatshëm të ndryshoni rutinën dhe do arrini ta bëni me lehtësi, sidomos pasditja kur vendimet do jenë më të favorshme. Në marrëdhënien në çift, do përjetoni çaste romantike dhe do ndjeheni të lumtur, duke ruajtur lirinë dhe pavarësinë personale. Beqarët pritet të takojnë ditë interesante dhe nuk duhet ta humbin këtë mundësi. Veproni me guxim, pasi mund të pendoheni nëse hezitoni. Në punë, koha ka ardhur për të vendosur rregull në çështjet e mbetura pezull. Me mbështetjen e miqve do mbyllni çdo kapitull pa vështirësi. Marsi influencon financat, do shpenzoni më shumë, ndaj përgatitni një plan kursimi për të shmangur dobësimin e buxhetit. Ndërgjëresha. Para çdo fjalje, mendoni mirë për të shmangur thëniet e kota që mund të dëmtojnë të tjerët. Qasja e matur do forcojë marrëdhëniet personale. Në çift, si ju ashtu edhe partneri do tregoni të durueshëm dhe tolerant. Diskutoni për eksperiencat e së kaluarës dhe ëndrat për të ardhmen së bashku, por mos bëni plane të tepërta, prani në çast është qetësi. Beqarët do joshin pa pushim dhe do kenë mundësi të panumërta për takime. Mos nxitoheni për vendime, merrni kohë për të njohur secilin. Në punë, dita ju favorizon për pavarësi profesionale. Shfrytëzojeni rastin për të kërkuar një pozicion më të mirë. Për financat, tregoni vigjilent dhe shmanni shpenzimet impulsive. Dëshorja. Sot intuita do jetë busolla juaj më e saktë, ndaj dëgjojeni para se të veproni. Në marrëdhënien në çift, gjërat përmirësohen dita ditës. Do dëshironi të qëndroni pranë partnerit çdo çast, por gjini ekuilibrin me shoqërinë. Një telefonat miq do ju marrë në qetësi. Beqarët duhet të bëjnë durim edhe disa ditë përpara se të veprojnë. Fati do vijë kur të mos prisni. Në punë, konkurenca është e fortë, por këmbëngulja dhe profesionalizmi do i habisin të gjithë. Vazhdoni me vendosmëri. Financat do përballen me vështirësi. Përballoni çdo shpenzim me kujdes dhe shmanni gabimet që i keni bërë më. Akrepi. Jupiteri dhe Mërkuri bashkohen si aleat këtë ditë për t'ju dhënë qartësi mendimi dhe aftësi logjike.
Në çift, ndikimi i Venusit ndihmon të shijeni keq kuptimet. Pas mesditë do krijohet një atmosferë ngrohtë dhe ideale për të shkrehur ndjenjat tuaja. Për beqarët, një takim i papritur mund t'ua ndryshojë rrugën sentimentale. Mos hezitoni, por as mos provokoni vendime të nxituara. Në punë, ndryshimet e papritura do jenë në favorin tuaj. Tregoni ambicioz dhe demonstroni vlerën tuaj. Për financat, nevoja për kujdes është e madhe. Reflektoni thellë dhe gjeni zgjidhje të afatgjata për të rigjallëruar bilancin. Shigjetari. Nëse tregojeni të arsyeshëm dhe shmanni kundërshtimet e panevojshme, dita do kaloj pas surpriza të pakëndshme. Në çift, ndryshoni rregullin e përditshëm dhe sillni diçka të re në marrëdhënie për të mbajtur flakën gjallë. Partneri do e vlerësojë iniciativën. Beqarët duhet të shërtojnë me kujdes çdo mundësi para se të angazhohen. Durimi dhe analiza janë aleatët më të mirë. Në punë, çdo vendim duhet të merret pas reflektimit të duhur. Kërkoni ndihmë nga një mik kur keni nevojë. Financat do jenë nën kontroll sepse do tregoni ndërgjegje dhe do bëni kufizime të duhura për të ruajtur stabilitetin. Britsjapi. Venusi dhe Hëna zgjerojnë horizontet tuaja sot. Diplomacia dhe sinqeriteti do sillen paralelisht për të maksimizuar suksesin. Në çift, marrësirit dëshirën dhe sensualitetin, duke e bërë marrëdhënien më të gjallë se kur. Përgatisni diçka speciale për t'i ndezur emocionet. Beqarët do kenë takime të mira, por qetësi është të hapeni ndaj njohjeve të reja. Në punë, mos hezitoni të shprehni mendimet tuaja. Është dita e duhur për të kërkuar vëmendje dhe për të marrë iniciativa. Në planin financiar, largpamësia është e domosdoshme. Investimet e vogla mund të sillin përfitimin, por veproni me kujdes për të shmangur humbjet. Ujori. Për shkak të pozicionimit sfidues të diellit, agresiviteti mund t'ju ndihmojë në konkurrencë profesionale, por në çift sill mos marrëveshje. Përpiquni të ruani qetësinë për të shmangur ftohjen e raportit. Beqarët do ndihen të mbështetur nga Hëna dhe Dielli për të përmbushur ëndrat e mëdha të zemrës. Guxoni të dashuroni pa frikë. Në punë, sfidat janë më të mëdha, sidomos në fusha strategjike. Përgatituni mirë për të shmangur gabimin. Financat janë nën presion dhe nuk do jenë as pak të mira. Keni nevojë për kursim të strikt të shpenzimeve për të ekuilibruar buxhetin. Peshqit. Planetët ju mbrojnë dhe largojnë problemet, duke ju inkurajuar të bëni atë që ndjeni në çdo çast. Në çift, influenca pozitive e Venusit sjell lumturi dhe rimodelim të rutinës së përbashkët. Diskutoni planet e së ardhmes me entuziazëm. Beqarët mund të përjetojnë dashuri me shikim të parë. Sharmi juaj natyror do bëj punën pa përpjekje shtesë. Në punë, frutit të përpjekjeve të mëdha do shihni rezultate konkrete dhe projekte të reja do marrin hovë. Budajër buxhetit, përmirësimet janë të dukshme, prandaj do ndiheni më të qetë dhe të gatshëm të planifikoni shpenzime pa stres.